Mirë mrama, mirë si vinin kallëzo për një me. Gjatë fushatës zgjedhore, në debatet tona kemi diskutu me kandidatët për kryetar komunash, kryesisht për planet rregulluese, për arsimin e tema tjera, megjithatë një pjesë e rëndësishme e temave na ka mbet pa u trajtu. Prandaj, në këtë seri të re, emisionesh kemi ftu kandidatët për kryetar komunash që i kanë fitu zgjedhjet pa ballotazh. Në mesin e këtyre kandidatëve është edhe Bashkim Ramosaj, kandidati i AK-s për komunën e Deçanit, tash kryetar komune. Sipas rezultateve preliminare, garuesit në zgjedhjet për komunën e Deçanit kanë arrit këto rezultate. Bashkim Ramosaj i ka 50.98%, jeton mushkolla i LDK-s 22%, Natyra Kuqi e PSD-s 11.8%, Shkumbin Demalia nga iniciativa Demokracia i ka 8.6%, Faton Selmana nga Lëvizja Vetëvendosje i ka 5.8%, si dhe Jetmir Prekalla nga PDK 0.8%, edhe Shefqet Tolaj nga Guxo 0.18%. Bashkim para se me kalu të rezultati, mret par urime. Urime që ki kalu pa ballotazh, e ke shumë ma letë se shumica e kryetarëve të Kosovës, që tash janë të bo fushat. Po mu po më intereson pak mendimi jëtë për zhvillimit në qeverisjen qendrore. Për shkak se këtë djele përfundon afati për formimin e qeverisë për mandatarin Albin Kurti, çka po pritet për juve të AK-s, për deputetëve të AK-s, a ka naj ndrim menjësh, a menoni që duhet me votu kryeministrin Kurti në detyrë me qenë edhe i arshmi, apo jo që shi keni disponimin në AK? Sfari falemderit për mundësinë edhe falemderit edhe për mundësinë edhe me i falendru dhe qytetarë që kanë votu, s'kanë votu, pavarësisht jemi të ati shteti edhe unë i përgëzoj për sjelljen korrekte që kanë bërë gjithë njerëz të ati shteti. Ndoshta ju kem nështruar në këtë periudhë në diskursi publik pak tashpër, jo përmbajtësor, jo i nivelit e standardit që ai qytet tashmë ka kriju me vitet tona. Po përtej asaj e mirënjohës se nuk kemi pas ndonjë incident, ndonjë telashe cila kish me jep një epitet krejt tjetër negativ aty shteti edhe atyre njerëzve. Për këta jam tepër i lumtur, tepër i gëzuar. Në anën tjetër të pyetja që përashtron për nivelin qendror, nuk është që kohëve të fundit e kam përcjell me shumë vëmendje, edhe pse është shqetësimi krejt neve. Mirë po ne i takoj një shkollë që është mrena aleancë që me qëndru të vetëm, të funit nuk është përgjegjësi personale e jona si subjekt politik me fuqinë politike që e ke marrë në këtë vend. Janë 3 parti tjera më të mëdha që kanë përgjegjësi më të madhe. Të i fillu prej Lëvizja Vetëvendosje, cila ka marrë një besueshmëri më të madhe dhe ka përgjegjësinë më të madhe, duhet me bëj zgjidhjet dhe duhet me bëj kompromiset më të mëdha për me ardhur deri te një zgjidhje. Tash në një kohë gjatë jemi me vend numër dhe është një farlloj kryenësie, një farlloj inati, i cili nuk shtyn përpara, nuk çon si shtet përpara. Bash po më intereson që kur po kthu kompromise duhet me bëj. Sipas teje, çfarë kompromisi duhet me bëj Vetëvendosja? Po demokracia është kompromis në vetvete. Sistemi jonë çador është kompromis në vetvete, sepse kur sovrani nuk të jep të drejtën që me qeverisi vetëm, atëherë ka një mesazh për ty dhe mesazhi është tepër i qartë. Është që bashkohu bën koalicion me dikon tjetër, qeverisë për punë të mira dhe merr edhe mendimet e tjerëve që ky vend për me ecë përpara. S'paku në esencë ose në shpjegimin ma klasik është kjo. Dhe si duket kemi të bëjmë një skenë politike cila e ka këtë kryenësi. Në fakt po shifet, po preket dhe si rezultate si pasojë kësaj është edhe gjendja edhe ekonomike, edhe politike, edhe pozicionimi të qoftë edhe në strategjinë politike. Po që ata po thojnë na i kena ofru LDK-s, LDK-ja s'po don. Çka po thuan këtë rast? Dëgjon, fjala nuk e mund kurrë mirë, po veprimet janë në kundërta e këtyre temave. 2 gjëra është dashur të ndodhë, o me bo Vetëvendosja me dikon një koalicion dhe me bo numrat që me pas kryeministrin, me pas qeverinë, që tashmë është shtyp, po bëhet gati një vit që nuk kemi qeveri, edhe mundësia tjetër opozita është dashur për me bashkim jemi në pat pozicion në Kosovë, asnjëri si ka. Dëgjoj, zgjidhja bëhet kur
njerëz dojnë për mi bua zgjidhje. E vërtet. Vetëm duhet me hekshët mendësinë që unë jam për të meje nuk është kurkush. Ka dole, pashkem, na qytetarët edhe mediat i kena thonë këtyne politikanëve, ju duhet me i mbajt premtimet. Na i kena shti ata me premtu që s'kan me hi me dikon koalicion. Elektorati ja u ka dhonë votat LDK-s mos gabo me hi me VV-n. VV-ja i ka thonë veç edhe une s'hi me ata dvjetrit. Qështu i kam premtu elektoratit. Tash po kapon për fjallin që ja ka dhonë elektoratit. Nuk është kretë përmbajtësore kjo. Besëm nuk e kanë dërt elektoratin, nuk e kanë dërt premtimet që i kanë dhënë, sepse nëse këshyrim historikun e krejt premtimet që i kanë jep këta njerëz, nuk është se qëndrojnë këto premtime, nuk janë që njën që kanë mbajt premtime, nuk edhe nëse ju bëhet një bilanc atër, bjen që më shumë nuk i kanë mbajt premtime se sa që i kanë mbajt, dhe për hirë të së vërtetës të regoma një premtim që është mbajt për tyne. Vetëm një. Ndigjam, kur po më thute që AK-ja është faktor, e the diqysh kogja modeste, faktori parënsishëm se jemi partijë. Jo, nuk thashë parënsishëm. Se the që ashtu une po shprejna që ashtu, po unë menoj që mas luftës, në fakt, kur i shojmë qeveri që në maru në Kosovë, AK-ja ka qenë vendimtare. Do me thonë, me qëto pak vota, jeni parti që mas shumë t'i ka mri me mas pak t'i vota që i ka marë. Do me thonë, nuk jeni e pa rënsishme heqë. Po e bon veten kogja jo relevant, me thonë, kështu veten apo partine juj. Nëse duhet pesha e bomjes qeveris, mu mbarë edhe prej votave t'juja. A jeni ju qaj që e dëshmoni që si jeni kryfort, a dhe ju në trendin edhe e tanishëm edhe ju jeni kryfortit? Dëgjo, unë jam i përkas aleancës. Dhe për mu aleanca ka relevancë tepër të madhe. Për mua aleanca ka besimin tim dhe kjo është tepër rëndësishme për mua. Mirë po, kur po flasim për krijimin e një qeverie, aleanca është partia 4 me numër të votave. Sepse për krejt këtë kohë, ku nuk kemi institucione, dikush duhet me u bo përgjegjës, dikush duhet me marrë përgjegjësinë. Ofertuesi është partia më e madhe në Kosovë, e cila nuk i ka bo veprimet e duhura. Do me thonë, po thuni me shku në zgjedhje, me marrë përgjegjësi. Dhe ofertuesi dytë është partia dytë më e madhe në Kosovë, e cila nuk është që ka bo ndonjë hap, i cili ja vlen me u vlerësu dhe me u marrë seriozisht. Dhe në një farë mënyrë as nuk është diskutu në suaza pak më serioze. Dhe unë po du me thonë diçka para qytetarëve të këtij veni, që përgjegjësinë duhet me marrë për mos veprimet dikush. Mirë, po nuk është aleanca që duhet me marrë përgjegjësinë për mos veprime të subjekteve që kanë marrë besim pak më të madh. Dhe këto mundova me thonë. Edhe për mu, nëse dëgjona unë jam jetari asajne që aleanca me qëndru në opozit, në çfarëdo variantit mëshme, edhe jam po ashtu jetari që aleanca me konkurrua vetme, po bu para koalicione me askan, për shkak se shpesh herë e ke mashtru veten, dhe ju kemi nështru nështë disa ambicjeve që të bojnë për me hynë qeveri sa me kryen ndonjë premtim, ose me pas një farfuqie në ekzekutivin e këtij veni. Ju ka dalë keq bashkë, thu se ju ka dalë keq. Nuk po them që na ka dalë keq, mirë po. Keni qenë treti, keni pas kryeministrin. Po flasim për produktin e koalicionit në atë kohë me ish-presidentin Rugova. Unë besoj që Kosova ka pas një seriozitet në atë kohë dhe ka pas disa gjana që ndroj mendësia qeverisëse, për shkak se u bo një qeveri ma serioze që si shpa dhe i në atë kohë, ma e përgjeshme. Je të folë për 2003-ën, 2004-ën? Jem të folë për 2005-ën. Dhe po flasim 2005-2007. Po flasim për pjesën tjetër. E po ashtu, Zotë Erdinaj ka pas një sukses, kalon gjurmë në qeverisin e këtij veni, sepse janë gjana të prekshme, janë vendime të prekshme dhe janë produktet cilat shteti jeton me to. Dhe tash jemi në një pozicion ku shteti ka degraduar shumë në çdo aspekt për cilin mundem me fol, e fatmirësisht që administrata shtetërore ende funksionon dhe i ka punë të veta, i kryen punë të veta,
Mirë po nuk është në një sukses dhe të funit, unë e ma suksesin me ato a ke vendosë të një target, a ke një model, si shtet që donë me i përngjose, që donë me për një periudhë caktuar kohore, donë me arritë synimet e një shteti që e ke marrë si model. I din debatet, apo zhvilluan debatet brenda partisë lidhur me votat e juja, a me adhon ajo na i qeverie? Mandatarit parë, mandatarit dytë, apo s'ka heq debat një? Nuk ka debat mbrëmshëm, cili do jetë pozicioni jonë në rase kemi një ofertë të tillë, mirë po deri tash nuk ka diçka të sigurt. A ka pas tentativa prej vetëvendosjes, madje edhe jo zyrtare, mes miqve që nifën me ju kërku votat? Po sigurisht që ka pas, normal që ka pas. Edhe përgjigja, a është qështu si Përgjigja është jo, unë jam i thori përgjigjes jo. Pej të tënëve përgjigja jo, s'ka na i kush që i ka dy mendje? Jo, nuk e besoj, nështë ka dhe dikush, sepse na jemi në demokraci dhe mbrana në subjekti funksionojmë me këtë parim, ku gjithë cilë e shprej mendimin e vetë, mirë po unë jam i mendimit që mos me pas. Por që ato, se gjithkush e ka drejt në mendimit vetë, unë po më intereson faleminderit për mendimin tëmë për qendrën. Zakonisht përfundojmë na qendra të dhonë mendime për deçan edhe si një njeri që e fiton pa balotazh fuqinë politike që e ki, është reni me dhonë të mendim për Prishtinë. Tash po du me të pyet për Fushë Kosovë, pa dalë hala për deçan. AK-ja po pritet në Fushë Kosovë mi dhonë për krahje vetëvendosjes, po du me të pyet a janë heq barjerat sa i përket qeverisjes lokale. A i keni kalkulime tjera qeverisje lokale? Dëgjo, ekziston një regull në brana aleancës, kur një kandidat ose kandidate nominohet, e merë zyrtarisht nominimin për kryetar, tjetë kandidat për kryetar, i cili do qytet, i cili do komun, e ka autonomin e plot dhe i ka direktivat e plota autonome të vetat se si donë me vepru. E keni regull partis, nuk i përzihen një kandidat? Si donë me po fushatën. Dhe derisa nuk vendimi nuk prek në nivelin nacional, atëherë është diçka objektive e një kandidati, një kryetarit, një ndegjen këtë rast, i cili vendosë me konë me shku në koalicion dhe cilat pozicione me i pas në administratën e komunalet të cilit do qytet qoftaj. Dhe kësi shvillimesh unë mësej që subjektet politike, selit qëndrore nuk duhet me ju ndërhy kandidatëve për kryetar komunash, të cilit do nivel, të cilit do subjekt qofshin dhe të cilit kombinive që janë të mëshme, se të funit është një mësimi mirë që jepet, je ka ju referosh qytetarëve të një venit që e njohin një tjetrin, kandidatëve të një qytetit që e njohin një tjetrin, që të kalumen e kanë përbashkëte. Nuk mund është me bo oferti që me kryuar mirësinë një qytet. Me fjallë tjera, edhe nëse ka dalë humps kandidati AK-s, ka him balotazh, e respektoni mjaftueshëm drejtën e që ati kandidati me vendos me kënë me hi? Pa tjetër. Respektat. Duhet me u respektu. E kur po thu që ky elementi nëse e prek nivelin qendror, a e prek nivelin qendror hymja me jo, nuk është Fushë Kosovë? Direkt nuk e prek nivelin qendror. Ndoshta indirekt e krijon një relacion pak të qosjes ma normale me subjekte politike. Pragmatike, nështë është pragmatike? është ma pragmatike, mirë, po që nuk ka ndikim në vendime. Tash po du me të pytë për PEJ, dhe qani ka influencë në zgjedhjet e PEJ-s, me gjithate, a do t'jetë koalicioni AK me vetëvendosjen në PEJ, apo do t'jetë me Gazvend Muhaxherin? Nuk e di qartësisht këtë farë pjese, edhe pse është diskutu deri dikon. Mirë po, Aleanca në PEJ e ka një rrugë tepër të gjatë duke kundërshtu zotin Muhaxheri. Dhe në asnjë variant nuk është logjike, nuk është normale, nuk është natyrshme që me shku në koalicion me ato që e ki kundërkandidat e tradicional, nëse mund me qujt kështu. Njëkohësisht edhe për lëvizjen vetëvendosje në PEJ nuk e një mirë kandidatin e lëvizjes vetëvendosje, nuk e di historinë e këtij. Mirë, po nuk e din Ali Berisha me kënë ka vendos? Jo, Ali Berisha ka të drejtën me vendos vetë, normal që ka me u konsultu me një pjesë tonë, me pjesën e strukturave. Çka i thu ti me të vetë ty? Unë i thëmë me najtë në pozit prapë. Çka i thu? I thëmë me najtë në pozit prapë. Në pozit prapë, po gjatë balotazhit me kanë me najtë o pyetja?
Me gjatë balotazhit unë i them mos më pozicionu me askën. Me askën. Me lënë qytetarë të lirë. Çfarë është diagnoza, masi po të pyes për pejen, mu po më intereson, diagnoza jote pse peja shkoi në balotazh? Ka qenë një konkurrencë ma do me thonë, se nështë edhe pak ma e ashpër dhe ma reale. E që api bjen të spote konkurenca? Urda? Api bjen që të spote konkurencë dhe që? Jo, kam pas konkurencë. Normal që konkurencë ka është dhe kur që garon në zgjedhje. Mirë po kur konkurenca bëhet me programe, kur bëhet me ide, kur bëhet me argumente, atëherë normal që duhet me respektu. Kur konkurenca bëhet me fraza thjesht sa për me thonë diçka, atëherë nuk është që të lënë në shije dhe nuk është që ti e kini nështë një motivim që me ku ma profesional, ma argumentus dhe ma i qasëshëm në ato që do me sfigu për balë qytetarëve, për balë objektiva që i ki. E diagnoza jote pse Suareka shkoi në ballotazh? Se di, është një loj që e po jepet mundësia. Që dëgjo, unë jam e kove të fundit kemi shumë zona që po folin publikisht që me u rishiku nështë ligji për organizimin e zgjedhjeve nivelit lokal. Për shkak se balotazhi po nduket që është temet e kalume tash. Dhe kjo normisht është për ligjvënësve me u trajtu në aspektin profesional, ama shumë profesional, dhe me jep një epilog pse është i nevojshëm balotazhi. Kur një kryetar komune ka ma shumë se 20% se kandidati dytë, pse duhet me pasë një cikl zgjedhje, pse duhet me bërë gjitha këto pazare, pse duhet me majtë atë popullat në një farë presioni e caktum edhe demotivus, e cila ndikon negativisht në përqamje edhe në mambendjen e tyne. Kinë është argument, po jemi në sistemin që jemi. Unë se kam besu që asiherë nëse ka pas kryetar në Republikën e Kosovës, i cili si shdo është ministru balotazhit, një për tyne është Bali Marrajmi. Ma shumë se Bashkim Ramusa, ja? Unë respektoj Balin për punë, ma shumë se sa, e vlerësojnë nështë ma shumë se sa... Për që ato po të pës, okej, ka dhonë që asi përshtypje që s'ka konkurencë, po shkojnë balotazh. Se shkoj? Pse? Për që ato po të pës, pse? Njeri ka qenë 24 orë në punë, 365 ti kallëzo mu, pse po shkon ai në balotazh? Po këtu janë pazaret që po krijohen. Këtu janë ato forsa që po krijohen. Cilat pazar, jo, ti them balotazh bëhen pazar. Se në rënin e parë... Që jeta po është sa e di unë besoj që të e din po është mirë sa une. Që nga njerë kur... Unë s'kom diagnosë se Bali Muaremaj shkon në balotazh. Kur kandidojnë subjekte politike, kur pozicionohen njerëz që e kanë pa vetën që mundën me qenë kryetar komune dhe hynë kandidat. Ideja është me mujt kryetarin, gjithmonë. Dhe këtu, dikush hynë garë vetëm sa për me prish një lloj matematike, që i bjen që koalicionet janë të themeluar me qysh paraprakisht, e që mandajna i bon faktike. Qëfar koalicione ka, qëfar pazare ka në Suarek? Kalza, kush me kanë? LDK-ja me vëmë? Se di, prej vetë faktit, shëqa, kryetari Bali Marrajmi i ka pas, thuja, 2-3 njerëz që i ka jetu me ta, ka bashkëpunu me ta, që asë historijës me të rëgojnë për njëri tjetrin, dhe këte ka pas kontrkandidat. Në subjekte të caktuar, është diçka përgatitme që për te asaj gjendjes reale është një tendencë tepër e madhe që me dërgu në balotazh. Dhe në rast se referohesh festimeve, domthonë nuk janë gëzu që kanë fitu, po janë gëzu pse kanë çuar njerë në balotazh. Kjo është një treguesi qartë. Suarek, në këtë balotazh, me kënd do shkoj AK-ja. Me kënd do të provoj me bo koalicion. Është kretë në domenin e Bali Marrajmit, po. Po, është në domenin, po folti me ta, kallëzëna. Jo, unë nuk e marrë... Me kom po dënaj? Nuk e jepi vetës të drejtë me folë për ta. Për Balin, ose për Ardjanin, ose për Smolin, ose për Zenunin. Rezultatet Gjakov, që shi komentan? Se di, është për mu ka qenë diçka e pakuptueshme, që Ardian Gjini mos me fitu rundin e parë. Në fakt, këtë përshtypje kom pas edhe për Smolin, edhe për Zenunin, edhe për 4-5 kryetarë të subjektiv tjera, sepse kanë punu shumë, janë tepër devotshëm, janë
shumë parimorë në ato që e bojnë. Dhe unë e di fuqin, e di me sa seriozitet i qosen punëve. Që Rahovecin? Rahovecin, që apo thunë për Rahovecin? Njëjtë është, njëjtë i mendim. Njëjtë sikur për Balinë, sikur për Ardionin, sikur për Zaniunin. Dëgjo, në rast se ju referohem sukseseve të këtyre kryetarëve. Këta nuk është dashur asnjëherë me hynë baletash. Mirë, jemi ku jemi tash, si është dashur, po s'bojmë. Po ka ndodhur. S'po du me komentu, me vajtu atë punë, po du me të pyet Gjakov, Raves, Klin, ku është në balotazh, në Suare, ku është balotazh AK-ja. A ka shansa me bonaj koalicion kështu parimor për krejt komunat një, apo doni varësisht me komunat? Çdo komunë ka specifikat e soja, sepse edhe kundër kandidat janë edhe subjekteve tjera politike dhe nuk mundesh me bëu koalicione parimore gjithë përfshirëse në këtë kuptim. Dhe unë besoj që edhe Kryesia Qendrore Aleanca dhe Këshilli i Përgjithshëm e çfarëdo vendimi që kanë me marrë kryetarët e Aleancës, që janë kryetarë komune që... Jo nuk e stigmatizoni pa marrë parasysh edhe nëse hinë me vetëvendosje koalicion. Është krejtë që do që tojnë ata, unë veç kam me bua amin. Ti ki me bua amin? Ata i kanë matë këtu gjona. Shumë respekt, po të regon për gentlemanitet për kryetarët komunave, kandidat AK-s, a për deputet po thuj, ja, zbën me hi me vetëvendosjen. Për deputet je i premë? Unë mënova me spjegu, sepse po flasim për dy tema kritira. Kur flasim për temat nacionale, e janë tema nacionale, kur flasim për temat e një komune, janë tema ma lokale. Beso që kjo është ma ndjeshme, për shkak se njerëz jetojnë në qytet, janë rritë bashkë, janë shkollu bashkë, janë familjar bashkë, dhe në subjekte tjera politike, dhe të smundesh me ja mohu bashkëpunimin këtyre njerëzve. Dhe unë roj që çdo kryetar komune që vjen i cili do subjekt politik. Prishtina oni ka tunë i madh. Edhe Prishtinën e njohin njerëz njëri tjetrin krejt. Sta deputet bashkë janë që me një parlament. Pse Prishtina kryeqyteti, pse ka tunë i madh? Po du me të thonë që edhe këtu e njohin njëri tjetrin edhe mujnë me hi në koalicione nëse dojnë. Nësë qaj parim, qysh e njohin njerëz njëri tjetrin qytetet vogla, e njohin edhe në Prishtinë, në vend qeverisë. Alë një bashkë qeverisja, disa partit kanë punu bashkë me njëra tjetrën. Bile, kemi histori që ju keni punu bashkë me vetëvendosje në qendër. O, ka një fazë e vogël e shumë, keni bashkë punu. Kemi pas një fazë. Se zvleni njëjti parim për qendër. Nuk mundet me vlejti njëjti parim. Që jeta, po mënona me sfigu që 2-3 herë. Për mu është shumë rëndësishme njerëz e një qyteti me jetu me një stabilitet politik, me qenë në harmoni me njëri tjetrin. Dhe mos me u vrejt shumë dallimet politike, mos me krijuar miqësi, mos me kriju rrejtje mes këtyre njerëzve. Sepse në qytet kanë jetu fakt. Dhe aty qyteti kanë me aloni trashëgimi e të mirë ose me kriju një trashëgimi të keqe. Kurse niveli qendror duhet me pas po tish dikush i përgjithshëm në ofertë, po tish i përgjithshëm në sjellje, po tish i përgjithshëm në diskursin publik të folmes. Apet talen një derë hapun që me respektu ose me bashkëpunu. Mi po këtu dyrë janë mbyllë tashma, janë mbyllë dhe duhet më bo një zgjidhje e qëndrueshme, një zgjidhje pozitive. Mirë, a jeti për zgjedhje të reja? Në çfarëdo lloj varianti, çdo që vendos, unë jam jetori zgjedhjeve të reja. Unë personalisht. Se po mënën që qytetarët vendosin ndryshe bashkem 6 muaj mas? Unë besoj që po. Është aftësi e partive politike, subjekte politike sa kanë me trokit në ndërgjegjen e qytetarëve. Ama sa i patëm, partitë politike kur ma shumë se kanë mobilizu elektoratin, kur shumë njerëz kanë dalë me votu. Për secilës parti janë të vendosën për qatë klub me votu. Pse po menën që ndrën përshtypja mas 6 muaj? Për shumë arsye, për shumë rëtana. Edhe unë nuk isha pas kur qejf me hynë këtë zgjedhja. Adin është tjetër gjohë qejfi, tjetër gjohë është situata reale krijume. Zgjedhjet të majtë më nënë shkurt të këti viti. Jemi në fillim të nëntorit. Dhe unë kanë metë 2 muaj për me përfundu kë vetë, dhe po bëhet një vetë ku ne nuk kemi qeveri në këtë shtet. Një shtet që nuk është shumë largë, që ka dalë për situatës të luftës, për situata besa edhe emergjente, rindërtimit edhe të krijimit një standardi, qoftë edhe administrative, qoftë funksional.
Dhe jemi ty talë me këtë vend. Kuptoj, jemi ty talë. Dhe kjo talje, kur ti merr vota për me kriju në qeverinë, me kriju parlamentin, duhet me dalë pak jashtë kufive. Tu personal, dhe ti natëve, dhe të kryenësisë që ke. Dhe duhet me marë përgjësi, sepse njerëz kanë besu. Ama po na qet topin vend se politikan me bo zgjidhje, jetu na qit topin votuzve. Na kena votu, na sovrani ka kallzu, me kënë është. Po. Ju po thuni, vallaj, na s'po muj me boqare, hajde po shkojmë loja për fillimit. E na nuk po dojmë loja për. Kuptoj që nuk kem ka e qojmë në vendin zgjedhje. O ka e qojmë ai që ka vota ma shumë të zgjedhje. Partit pëqojnë. Ai që ka vota mas shumë ti mas pari, ai që ka vota ma pak, i dyti, i treti, se cili ka pak. Këtyre duhet me zoglu fuqin edhe ma shumë për mi bo me kuptu generalin këtë vend. E me për kanë me votuna, qëta parti i kena? Për Aleancën. Për Aleancën? E kena po në pushtet Aleancën? E kena po edhe atë mënyrë të udhëheqjes? E keni po edhe une kam po, i kam po edhe tjertë. Ani, po shkojmë te, po du tash me të pytë të ngushtova bëllë, faleminderit që po më lërë me të ngushtu pak për qender ku nuk i ki, sigurisht që nuk e ki krejt pushtetin e informatat e qka ka me ndodhë dhe qa o të ndodhë. Në garën për deqan e fitove pa ballotash tash diagnozat për krejti lypa, ama diagnozën pse ti e fitove pa ballotash? Nështë ka shumë arsye. Pse? Ka shumë arsye. One për të hirtë së vërtetës ka menu që kem me fitu edhe ma shumë në përqindje, në numra. Mirë po, kjo është gjendje reale, rezultati real. E besoj që e një atë qytet ma mirë, e di fondin zhvillimor të aty qyteti ma mirë, e di problematikat aty qyteti ma mirë, e kam jetu gjithmonë në qytet, jam rrit vete, po ashtu prindët e mi janë rrit në qytet. Fëmijët e mi dhe jetën më shkolla e rritë, janë rrit në qytet dhe jo, unë ndryshoj pak prej qëtë tyre sepse fëmijët e mi shkojnë në shkolla publike në qytet, i morin shërbimet shëndetësore, i jetojnë atë ambient, i ujecin rrugët ati shteti, dhe janë eduku në qytet, dhe unë jam për dit e për nat me njerës të aty shteti, me çdo hall, me çdo breng që e kanë. Dhe janë disa parime cilat unë nuk i kam shkel kur, kur kam thonë që mundem me bo këta, e kam bo, dhe nuk është dalë dikush në qytet që më ka marrë të drejten me më këshyrë në sy dhe më thonë më ke rajt në herë, ose më kështë gënyu në herë. E para, e dyta e mundu me qenë tepër i nërshëm në punë, dhe besoj që kam të drejt, kur e thëmë nështë shpesh e kom thonë gjatë debatëve, unë jam njeri që kur shkoj me flajt gjumë, mërë gjumë i ratë, nuk kom diçka prapaskejnë, mas vetës që me urujt ose me utut. Dhe në formënyre jam themelusi shumë gjana në qytet. Po e thëmë pa modesti, po unë jam themelusi zjarfiksa në qytet, jam themelusi ansamblit në qytet, jam themelusi turizmit në qytet, jam themelusi kolonisë artizve, qendrës rinore, jam themelusi i fshatit bjeshkatar alpin në qytet. Dhe i shumë gjana që lidhen me jetën aty shteti, që unë jam pashtu kem themelu higjenin në qytet, që është ndërmarrja komunale e publike ma e mira në Kosovë. Dhe kom kronizu iden se si duhet me qenë në i qytet, dhe në këto nuk e kom bo vetën, e kom bo me shumë njerëz, me shumë ekspert, dhe me gjithë ta që kanë punu e din sa serios jam punë, dhe sa i devotshëm jam unë dhe kipi jam punë. Dhe vim në një situatë ku krejt kjo mundohet me ushem, me disa të pavërteta që për hirë të nështë po e shfrytëzoj edhe misionin e juj me shpresë që nuk po e kesh përdori, unë nuk kam e unalë derisa të zbardhët krejt e vërteta e krejt thonja që kundër kandidatë mi i kanë thonë për mu. Dhe për këto, do më në kam e qenë një prej segmenteve kryesore gjatë krejt këti mandati, që dhe në fund mandatit unë kam me zbardhë krejt ato që i kanë trillime, rana, shantaje, që i kanë bo, derisa zbardhët e vërteta dhe dikush duhet me më kërku fali, sepse e kam thonë nështë jo për me bo bajat, po unë kam familje. Unë kam thmi, unë kam nuse, kam non, kam bab, kam vllazër, kam motra, kam farefis. Që dhe politikanë duheni me trash lëkurën. Njerëz nga njëherë edhe dëshpërojnë të këshyrin pak me një sy tjetër, mos është diçka e vërtet në këtë mes edhe pse të njohin.
Si do qoftë, ty ta kanë dhënë pas gjithë këtyre që po thua akuzave, ti e ke fitu pa ballotazh, kështu që e ke marrë përgjigjen, tash kallëzom. E ketë miratum planin zhvillimor, nuk e ketë miratum hartën zonale, a mendon që brenda 4 vjetëve keme pas miratum me hartën zonale? Unë besoj që harta zonale është në fund të procedurës, dhe po shpresoj që me marrë edhe miratimin, sepse është subjekti miratimit edhe nga Instituti Planifikimit, nga Ministria e Ambientit, me ato që ka ndodhë, edhe pse kem pas një afat kohor tepër gjatë për shkak të pretendimeve tona që kem pas në raport me planin zhvillimor komunal, ku nuk kemi ra krejt dakord edhe me institutin, edhe me Ministrinë e Ambientit, edhe pasi që kemi arrit me i te kalumi, për afru këto mendime, e kemi miratu planin zhvillimor komunal, i cili është prej stinaj derivon edhe harta zonale. Është një temë shumë komplekse, një temë të cilë nuk kom pas as mundësi, as fat me spjegu në debatet, s'paku në 2-3 debatet televizive që kam qenë, një prej debatet ka qenë edhe të ju. Për te i kësanaj, Komuna Deçanit në vitin 2026 hynë në një hartimin e planeve detajlë rregulluse për spaku për 5 prona, të cilat i kemi shpallë zona me interes, prona me interes për publikun, që janë mbrana parkut nacional, për cilat kemi bu një pun tepër të madhe, një pun tepër me përkushtim, që me i pas pjesë të ligjit mbi planin hapësinor të parkut kombëtar. Edhe a menon që brenda 4 vjetëve që ato plane rregulluse kanë me mujt krejt më bo? Marë parasysh sa e komplikume është puna e ndërtimeve në përbjeshk, sa nivele duhet me aprovu? Unë besoj që planin e parë që kemi me pas të miratum në këtë vit që po hymë, në 2026, për shkak se është si një lloj përpjekje, një farloj pilot plan. Ka të bëjë me livadin e Mark Gegse deri te laku i Krys, edhe po flasë nështë edhe për 4 pozicione tjera, që është Bjeshka Belegut, që është Koshnieri, që është Dervishkomi dhe që është në veni ku kanë qenë bajraqet për para tash shtëpia bjeshkatore alpine që shpesh është quajtur Shkelzan Radinaj në Bjeshkën e Baballocit. Këto janë 5 prona që kanë shumë potencial për sektorin atë qka pritet, për dikon që nuk është aty vazhdimisht, qka pritni me ndërtu në qëto 5 prona? Qfar ndërtime pritni me u leju? Tashme i kemi kalu procedurat e ligjore, sepse kur ti shpall pronë me interes për publikun, ti duhesh me plotësu disa kritere. Duhet me jaspjegu shtetit, ministrive të linjes, duhet me jaspjegu pse po të vynë që ke pronë, cilë është qëllimi që ti po e shpall këtë pronë zonë me interes për publikun. Dhe këto kanë të bëj me një revolucion, nëse mune me qujtë tinglan palidhe revolucion. Me kalu Deçanin në një shkallë krejt tjetër zhvillimore. Me pasunin që zoti... A keni spigu të ministrit, a keni shu? Po, ne kemi marrë lishmërin e akteve komunale që kemi bo. Mas kemi marrë lishmërin, i kemi përcaktu detyrat projektuse. Me ja spigu Institutit Planifikimit tash, një ministrije tjetër, Ministrisë e Ambientit, për çka po na duhen këto. Edhe a i lypin ato planet rregulluse para se më apo? Po, dhe tash vetëm të sërë, planet rregulluse, për pos që ne e hapim një konkurs, hym nëpërmes zyres prokurimit, ku i bojmë ofertë kompanive që i plotësojnë kushtet, prapë se prapë, këto plane rregulluse detale janë subjekti miratimit, edhe nga Asambleja Komunale, edhe nga Instituti Planifikimit, edhe nga Ministria e Ambientit. Domthonë duhet me qenë gjithçka e përputhshme edhe e standardizume në kësaj rade edhe me planin hapësinor të parkut kombëtar ose ligjin mbi planin hapësinor të parkut kombëtar. Bashkë, po vlen përshtypje që kom pas shumë njerëz që janë të opozitës apo partive që s'janë në qeveri, si vetëvetësja, që kanë qenë tullu qatë karike, që kanë thonë mu Ministria Ambientit mi ka bloku senet, s'ma ka dhonë aprovimin. Po më duket interesant që ti po thu mu ma ka dhonë, kur ja kom argumentu, ma ka dhonë lejem për 5 prona. Nështë ajo e ambientit, ajo tjetra e pushtetit lokal. Kom pas ankesa, kom pas ankesa që Ministria e Pushtetit Lokal nuk ja ka mundësu disa komunave tjera që s'janë vetëvendosur. Dëgjëm, vetëm du të me pas qasjen tepër profesionale. Unë kam prit 11 vite. 11 vite kam punu, edhe si jam nalë. 11 vite. Si ki bo... Dëgjëm. Ka dalë 11 vite s'ka mujt me të bloku vetëvendosja. 11 vite. Dëgjëm, nuk ka problemi vetëm politik këto. Këto është problemi ligjor.
Ligji mbi Parkun Nacional është aprovu në 2012. Ka hyrë në fuqi në vitin 2013. 2013. Prej vitit 2013 deri në vitin 2023. Ne kemi pas një grup, i cili është marrë gati për ditë. 10 vjetë një grup? Gati për ditë. 10 vjetë? Gati 10 vjetë. Edhe për këto t'jesh e sigur që 10 vjetë ne jemi marrë spaku, çdo vit ne kemi bërë nga një veprim ligjor në këtë rast. Dhe unë falenderoj Parlamentin e Republikës Kosovës, e din ata deputet që më kanë kontaktu, me që kanë bisedu, që e kanë miratu ligjin mbi planin hapësinor të parkut kombëtar. E kanë miratu kur? Në shtator të vitit 2023. Edhe jam mirënjohës që jemi komuna vetme a ka pas deputet krejt partive që e kanë aprovu? Krejt partive? Po, krejt partive. Jo veç të opozitës? Krejt partive. Dhe kanë bo mirë, për pjesën e Deçanit kanë bo mirë. Po, kanë bo mirë, veç, a jetu më thonë, është lajmë për neve, është lajmë për Kosovë, kur një kryetar të që s'ka bloku. Beson që 10 intervista i ko bo, që tu krejt kanë folë për blokadë, edhe populli o të një për blokadë. Për që ato po du mu nalë, rral një lajme të mira, bashkim, po du me të qitë në situatë ku ti pe lavdra vendosi Ranaj Sen, po më që ditë, qysh të kanë bloku nëse ata tjertë po thojnë blok kom non-stop? Dhe mirë. Të ligji planit hapësinor të parkut kombëtar. Unë jam tepër i lumtur që më në fund kemi arrit interesat e qytetarëve të Deçanit me integru brenda këtij parku kombëtar. Aty s'janë interesat e Deçanit, aty janë edhe të pes Bjeshkës Rrugovës, apo ka edhe bjesh tjera që janë... Spaku, jo. Apo veç Deçanit? Fillimisht janë vetëm Deçanit. Veç Deçanit. Janë vetëm Deçanit. Dhe e dyta, që një pjesë e kryetarëve kanë pas të drejtë për blokadën. Ti fule për anën ligjore, po si të më përgjigj çka kena me pa në qëto 5 prona? Çka o vizioni jotë në qëto 5 prona me interes publik? Çka kime bo? Unë mundohem me të shpjegu, po më bune pyetje si shpejt. Jo, ani që, si ka dole, ma si kena ko. Me sharu për juve dhe për publikun. 5 prona. Plani zhvillimor komunal. Ne kemi bo 5 vite me miratu, për shkak se nuk kemi hasë mirë kuptim nga Ministria e Ambientit. Dhe në asnjë mënyrë unë s'kam mund me u pajtu që me hek dorë prej Parkut Nacional, me hek dorë prej koeficientit ndërtimit, prej sasisë ndërtimit në Deçan. Edhe kur i kemi parafru këto, normal që është miratu, nuk është bo kjo punë pa tension, nuk është bo pa shgënjime. Mirë po që nuk është dashur me heq dorë. Ke negocu, po. Dëgjom, ato që të thamë me kompetencë... Shka ka mu maru në 5 prona? Prej Livadit Margejkës, deri te Laku i Krys, t'jeshe binde që ka me egzistu fshati më i bukur turistik në krejt Evropë. Kjo është tendenca, po. Nuk ka me pas fshat më të bukur se sa këtë fshat. Për shkak se është sektori edhe hotelerisë... Një fshat në 5 prona të ndryshme ka me qenë një fshat? Një fshat është një pronë. Një pronë, një fshat. Tjerat? Ma e shënim aty, Livadhi i Margejkës, deri te Laku i Krys. Tashmë aty e kemi dërgu rrymen, tashmë aty e kemi dërgu rrugën, tashmë aty e kemi projektu stazën e ciklizmit. Dhe kjo duhet t'i ketë spaku 600 shtëpi banimi me etazh P+2, do ketë sektorin e hotelerisë, sektorin e qendrës së përpunimit, do ketë sektorin e arsimit dhe sektorin e shëndetësisë, mrena për mrena, dhe do ketë një teleferik prej qytetit i cili dërgon aty. Dhe po flasim për pamjen më madhështore që ndoshta Republika e Kosovës nuk e din njerëz ku i bjen ajo pjesë, po për ne që jetojmë Deçan, që kemi prekat vend, e din sakt për cilën pjesë po flas. Po supozoj që kjo është investim privat, bashkim? Kjo është investim që unë po besoj në variantën më të mirë, në dhjetor do publikohet oferta për me dhonë në ndërtim këtë pjesë. E kallëzon për 4 prona tjera? Po, tash po ju hiran, sepse në gjitun me këtë pronë, është dikun në 10 km sipër, është pjesa dërvjeshkomit me Zërovicës dhe logot të Prenës. Kjo është pjesa, është habitati që Zoti ka kriju, që ti me bo ofert për krejt shkollat e skitarisë, për krejt njerëz që dojnë me uskjat, jo që aty nuk ka edhe ambiente për adrenalin tjera, për sporte ekstreme, mirë po ekziston kjo mundësi në një habitat tepër të veçantë, i cili i kishte jep në mundësi zhvillimi. Dhe po flasim prej këtujt, po shkojmë në Bjeshkën e Belegut, që storin e Bjeshkës Belegut pak njerëz e din, dhe pak njerëz janë marrë seriozisht me këtë storje. Mirë po që është një prej
e pistave më të mëdha që e ka Evropa, e cila nuk ka hyrë në funksion për shkak të koncepteve politike të asaj kohe, të Jugosllavisë, e cila ka marrë një notë, e thuj atë edhe prej ushtrisë, në atë kohë që nuk kanë me pas fillime në... A ke sunime ndërtu qendër skijimit aty? Realisht është projekti që është startu për Institutët Zagrebit në vitet 70-ta, praktikisht në vitin 78 ka qenë i përfundum, dhe ne po flasim për një habitat, nëse mundë me qujtë kështu, për një qendër ku 20.000 skiatorë shohen në njëtin minut, pa e pengu një tjetrin. Është një pistë që e ka supergjin, dhe unë ju kësha sugjeru me ftu Federatën e Skitarisë Republikës Kosovës dhe me pyet për atë pjesë, dhe me pyet cilat... Mirë, kur do të çka do të ndërtohet, kur menon ti që kemi marrë aprovimet e duhura që aty? Unë kam për detyrë me bo projektin rregullues detaj. Në momentin që e marr aprovimin, unë kam e qitë në tenderim këtë pjesë, në procedurë. Për shkak se... A së është ky projekt nacional, Bashkim? Ishtë është me konë projekt nacional, i cili është pengu si projekt nacional. Është pengu, thjesht. Dhe besoj që më ke dëgju edhe në emisione. Mirë është pengu edhe viteve për para, kur OKA ka qenë pushtet se se ka po. Unë kam folë publikisht, sepse nuk e ka pas kur si den, derisa ka marrë dhe në kryetar. Sa jeti kryetar? Falë? U bon 8 vite. Ani 8 vite as... Mirë, po 8 vite jeta. Mujtë mi shty, është shumë e letë për me thonë e diçka. Ama shumë e letë është me vepru dhe për me e bohe. Sepse në atë pjesën e kam që rrymë, pa drejt, s'kam pas drejt ligjore. Në atë pjesë kam që rrugë, s'kam pas drejt ligjore. Në atë pjesën e kam bo promovim, të tërë është marrit gara promovuese skitarisë. Dhe unë kam marrë një aprovim në asamblejnë komunale, i kam zhvillu kritë procedurat, që me vendosë një teleferik, prej 5 milion euro, dhe ka njerëz në këtë shtetë, që është hisma pak se Ministri i Financave, nuk e kanë nënshkru një garancion shtetëror që komuna i lonë. A është fjalla për këtë qeveri, këtë Ministri i Financave? Nuk i që komuna, në rrasë nuk i këthen këtë kredi për 20 vjetë, atëherë e mërë përsi për shteti. Dhe në shumë gjana tjera që përbes nga njerë edhe më shqetsojmë pse nuk ndodhin. Dhe po flasë për pronën e 4 që është, tashma është në ndërtim e sipër, që kemi ekziston me vendimet të asamblejës, po ashtu është një projekt plan mirë, po që do tjetë maj detajum, po flasë për shtëpinë bjeshkatore alpine, që cënën e kemë ndërtu, në bashkëpunim me shoqatën bjeshkatore Shkëllëzën Haradinaj, me IPA fondet, dhe këto janë dikun mas fakti një edhe të produkte turistike, të i përfshi ranqin e kuali, ziplining, pëdrumin e venaris, qendrën e përpunimit, bujtinat, shtego, shtigjet e ecit, që janë konektu dhe me vija dinerikën edhe me shtigjet tjera, e deri të produktet tjera që janë ma aksesor, janë ma të veçlat që lasë jërlena në shpërmë. Folëm për projektet të mdoja, pëdu premtimin për uj edhe njëherë, se s'kena pas shumë kohë, kur ishim shumë kandidat këtu në skenë, për shkak se ndeqan uj i pijes në shumë fshatra është problem, kalzom, a menon që në qëtë mandat keme zgjidh problemin e uj i pijes për krejt fshatrat? Dëgjo, sepse është mundu mu përkthy shumë herë kjo pjesë. 2 aktivitete i kam bo me shumë pasion një jetime. Kemi pas thonë një herë që Deçani do jetë qytet ekologjik dhe s'to ketë meteorina dhe kjo ka ndodhë. Dhe pashtu kemi ndërtu një strukturë normative, ku ne dhe shtetin e kemi qitë në paraktit krym dhe ideja ka qenë me e menagju ujt e pijes vetë si komunë. Dhe nuk na ka jep kjo e drejt, na ka argumentu, për mu argumentimet që mi kanë jep kanë qenë tepër të rëndësishme dhe më kanë nolë, mos me bo këtë pjesë, për shkak se ata që e kanë dizajnu kështu menazhimin e ujt, edhe ja kanë qëllu për shkak të konfiguracionit geografik që Republika Kosovës e ka, dhe konfiguracionit edhe në Po, veç ju keni drejt si komunë me shtrir jetin e ujësilësit? Dëgjëm, unë e kam shtrir jetin e ujësilësit në krejt vendbanimet e komunës e shumë. Krejt? Ama krejt. Nuk ka familje, vetë në rësë o maru shpia pardjeji, ose parshtidje, ose këtë javën e funit, sepse gjithë e kanë ujësilësin deri në... Pse s'kanë ujësilës teje? Tashtit, që ka ndodhë? E ka ndodhë që kompania rajonale, Hidrodrini, edhe pse bën përpjekje serioze, nuk mundet me menagju dhe kjo temë tamam është komplekse. Këtu duhet me ashtu nështë edhe sjelljen tonë si qytetarë.
këta uja e përdorim vetëm për ambistri, për nevoja humane, për nevoja higjieniko-sanitare, apo e përdorim edhe për çështje tjera. Mirë, për qatë pjesë të furnizimit, është përgjegjës kompania Rainore. Unë e deshta me të pyet, a e premton që ka me pas rjet gjithka? Edhe rjet ka realizimit, pra po më intereson, që to dyja, I kam blasim për dy tema ndryshme. E di. Po nalëm të sjellse vetëm më pak sepse është më interes me sfiguar. Në vitin 2018, ne kemi shpall në Ankand, ku kemi ftu krejt kompanit, si mas detyra projektuese që veti kem kriju me një grup, dhe kem pas një uri që mi përzgjedh projektet cilat janë më kredibile për pendat akumuluese të ulajt, në fshatin Ulaj. Është një gryk aty që si mas matjeve, si mas ekspertizës, në rast se ndërtohen, Deçani dhe një pjesë e madhe e territorit, jo vetëm administrativ Deçanit, po edhe tutje periferike, në rast se shtohet të bëhen edhe 500.000 banor, kanë me pas ujë të bollshëm për pije. Dhe jemi për kujdes me as shumë detaje, saqë ne nuk ka dash një grupi me lexu edhe konventat ndërkombëtare të menaxhimit të ambientit, të pellgjeve lumore, të ujrave. Dhe kemi arë në një përfundim ku janë përzgjedhur dy kompani që kanë konkurruar dhe ka qenë një juri tepër strikte, e cilat e kanë pas parasysh sigurinë e ndërtimit të zgjedh kompaninë që ka me shtru ujësjellsin, apo thu? Si? Me zgjedh kompaninë që ka me shtru ujësjellsin. Jo që kam ndërtu pendat, ne ka dash me zgjedh projektin. Dhe çat projekt ndërtu pendat. Po, çat projekt u dash me çu qeverisë, u dash Bergjit, u dash Bankë Botnore, u dash Krytyne. Dhe kjo edhe a ka kalu? A ka kalu? Ka kalu si projekt, mirë, po nuk o financu si projekt. Kush duhet me financu? Kush ka pas me financu? Unë besoj që shteti duhet sa më shpejt me financu. Falve që ka pas me financu naj bank, naj kredi, apo krejt shteti? Shteti e ka pas në dorë me financu. Okej. Çfarë shuma? Dhe pashtu, çfarë shuma? Kur e ke martu në këta ka qenë shuma 36 milion euro. Po flasim për para pandemisë, dhe po flasim për dyfishim të çmimit mas pandemie. Dhe jeta vetëm edhe që këtë taj mos ne ik. Grupi i jurisë ka pas me e shqequ sigurin. A ka sigurin ndërtimin shtim pendave. A ka qasje negative në ambient. Dhe sa trona bujësore u iten me këta, sa banor mundë me pida, duhet me pas hidroenergji krejt në fund kësojnej. Dhe këtu kanë qenë disa prej parime prej kriterëve. Mirë, ka që kena kanalizimi është krejt tem tjetër, ne kemi bo punë në kanalizim, mirë po nuk kemi pas fat në ndërtimin e dy impiantër, cilat... A menën që kime pas mundësi me i bo në 4 vitë? Unë besoj që po, jemi në prag, kam thonë... Sa kushtojnë dy impiantër? Projekti është 130 milion euro, jemi në rrethonat tepër të mira me Bankën Botnore që jemi në fund të shkëmbimit të raportet me ta, dhe po shpresoj që ka me u financu. Faleminderit, ka që kena ko bashkem, shikues në ruam, ish kjo intervista me Bashkim Ramosaj. Tani, po du me juftu me ndjek një hulumtim të realizum nga kolegu im Behar Mustafa, hulumtusi kalzo.com, për një skandal që e ka prek stacionin e policisë në Pej, ku mbi 200 raste janë mbyll pa u përfill procedura ligjore, pra pa u qunë prokurori, janë mbyll edhe janë parashkru. Po flasim për tjetra raste ku qytetarët janë anku në polici për krime serioze, raste penale, edhe dosjet janë mbyll kundërligjshëm në polici. Po juftoj me ndjek reportazhin e deri në emisionin në radhës prej meje, natën e mirë. Një skandal i pa precedent me mbylljen e lëndëve kriminale është evidentuar në stacionin e policisë në Pej. Kalzo.com ka zbuluar se gjatë këtyre ditëve, policia në këtë stacion është përfshirë në një hetim të gjerë, i cili synon të zbuloj një abuzim në masë të gjerë me hetimin e raste penale të cilat ishin deponuar në polici. Siç mëson Kalzo.com, inicuesit e hetimit kanë dyshime se menaxhmenti i këtij stacioni dhe hetuesit prej vitit 2012 e deri në vitin 2023 kanë shmangur obligimet që t'i dërgojnë rastet e hapura të stacionit në prokurorinë e Pejës, duke i mbajtur lëndët në sirtaret e stacionit. Si rrjedhoi, rreth 200 raste janë parashkruar, ndërsa kryesit tashmë janë të lirë. Kodi i procedurës penale ka parapara fate kohore brenda të cilave një vepër penale mund të hetohet nga prokuroria e shtetit. Baza ligjore kërkon që policia në afatin sa më të shpejt të dorëzojë në prokurori kallëzimet penale. Mirë po hetimi i fundit ka ngjallur dyshime se dosjet u mbajtën në polici pa u dërguar në prokurori,
dhe si rrjedhoi rastet janë të parashkruara. Sipas të dhënave të cilat tashmë janë pjesë e një hetimi, rreth 200 raste penale ku përfshihen raste serioze të vjedhjes, vjedhjeve të rënda, përdorim të armës, lëndime të lehta trupore, rastet e mashtrimit, ngacmimit, sulmit, shmangjes nga tarifa doganore, kanosjes, zjarrvënies, ndërtimeve pa leje, dëmtimin e pasurisë së huaj, shkaktimin e rrezikut të përgjithshëm, falsifikimin e parave dhe organizimin e bigjozit të paligjshëm janë mbajtur në sirtaret e policisë pa u dërguar me kallëzime penale apo raporte në prokurori. Inicimi i hetimit për këtë skemë të dyshimit në polici, siç mëson Kallzo.com, është bërë krejt rastisht gjatë një hetimi penal nga Prokuroria e Pejës. Në muajt e fundit të vitit 2024, policia e Pejës e kishte dorëzuar një rast në Prokurorinë e Pejës dhe rasti pas kallëzimit doli se ishte i parashkruar. Sipas një dokumenti që ka siguruar Kallzo.com, prokurori Dorian Juniku kishte zbuluar se lënda e parashkruar u dorëzua në prokurori jashtë çdo afati dhe kjo inicoi një hetim masovik mbi dosjet. Kur ky rast ishte konstatuar, prokurori kishte kërkuar një hetim nga stacioni i policisë për të kuptuar rrjedhën e këtij procesi. Me datën 19 nëntor 2024, prokurori kishte dorëzuar një shkresë policisë me kërkesë për të verifikuar informacionet nëse në dollapet e policisë kishte lëndë të tjera të ruajtura në këtë formë. 3 muaj më vonë, menaxhmenti të policisë i ishte përgjigjur me një listë të gjatë të rasteve që ishin ruajtur në dollapet e policisë. Sipas raportit të dorëzuar në polici, janë 197 raste që ishin konstatuar si të tilla. Madje raporti konstaton se ka disa raste që janë të hapura, por dosjet nuk janë fizikisht në polici. Në vazhdën e kërkimeve të rasteve, ne kemi arritur që të përpilojmë një listë të rasteve. Në këtë listë, e cila do t'i bashkangjitet këtij raporti informues, do gjeni raste të cilat janë të hapura, mirë po të njëjtat nuk janë gjendur fizikisht. Pra, mungojnë shkresat e lëndës përkatëse. Kam kërkuar nga administrata e hetimeve të verifikohen rastet të cilat janë të hapura në librat dhe arkiven e hetimeve në stacionin e policisë së Pejës. Andaj zyrtari policor na ka prezantuar këtë listë. Në këtë listë është numri i rasteve, lloji veprës penale, data kur zyrtari policor është ngarkuar me rastin për të hetuar si dhe emri i hetuesit. Rastet të cilat janë të hapura janë të periudhës kohore 2012-2023. I inicuar në shkurt të këtij viti, raporti informues për prokurorinë ende nuk ka një rezultat final me akt akuz apo arrestime të personave përgjegjës. Kallzo.com ka kuptuar se me skandalin për disa muaj është duke u marrë edhe Prokuroria e Pejës edhe Inspektorati Policor i Kosovës. Mirë po deri me tani, personat që punojnë në polici dhe dyshohen se janë përgjegjës për këto veprime nuk janë suspenduar e as arrestuar. Inspektorati Policor i Kosovës konfirmon se është në dieni të pretendimeve lidhur me mosdorëzimin e disa lëndëve nga Policia e Kosovës, stacioni policor në Pejë, në Prokurorinë Themelore të Pejës. Po ashtu IPK është duke hetuar edhe disa pretendime të tjera që lidhen me çështje të lëndëve për të cilat janë ndërmarrë veprime përkatëse hetimore në koordinim me prokurorinë kompetente. Për detaje të tjera lidhur me ecurinë e hetimeve, ju njoftojmë se procedurat janë në zhvillim dhe për arsye të ruajtjes së integritetit të procesit hetimor nuk mund të japim informata të tjera në këtë fazë. Përgjigje të ngjashme ka dhënë edhe Prokuroria e Pejës. Rastin e fjalë është hapur në vitin 2025 pas pranimit të informacionit me raport informues nga Policia e Kosovës, stacioni policor në Pejë dhe është në proces të veprimeve hetimore. Janë identifikuar personat përgjegjës dhe dyshimet e para qëndrojnë në veprën penale, keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Raportimi i djeshëm në Kallzo.com për rreth 200 raste penale që nuk u dërguan në prokurori nga stacioni policor i Kosovës në Pejë nuk përfundon aty. Kallzo.com ka zbuluar edhe një dosje të re, që ngjall dyshime se në Pejë po ashtu nuk janë trajtuar as 186 raste të ankesave të qytetarëve dhe raste tjera të natyrës civile, po edhe ankesat e tjera për masa disiplinore brenda stacionit policor.
Mos trajtimi i këtyre rasteve zbulohet nga një email zyrtar nga komandanti i stacionit policor në Pej Idris Atashi, i cili njofton eprorët policor, zyrtarët e inspektoratit policor dhe zyrtarët e prokurorisë së Pejës. Duke marrë parasysh se përveç 186 rasteve të nivelit lokal, ankesat e qytetarëve dhe masat disiplinore të patrajtuara nga stafi komandues i stacionit policor Pej, të cilat po ashtu nuk më janë dorëzuar as deklaruar, derisa i kam gjetur vetë edhe si komandant, pasi i kam gjetur, i kam dërguar për trajtim në Inspektoratin Policor të Kosovës, e të cilat janë në procedurë. Edhe këto raste penale të gjetura ndërlidhen me mos përgjegjësinë e këtij stafi që ka udhëhequr një kohë të gjatë me stacionin. Konsideroj të gjitha këto lëshime nuk i kanë raportuar edhe pse besoj që kanë qenë njohuri ose nuk kanë dashur për arsye që vetëm ata i dinë për të mos kryer detyrat sipas procedurave ligjore dhe rregullave të shërbimit. Inspektorati Policor i Kosovës e ka konfirmuar për kallzo.com se po i heton edhe këto raste të cilat nuk ishin marrë trajtim në Pej dhe nuk ishin proceduar në prokurori. Sa i përket 186 rasteve të përmendura, sqarojmë se të njëjtat janë rastet cilat Inspektorati Policor i ka trajtuar dhe më pas i ka përcjellë në drejtorinë e hetimeve të brendshme të policisë për trajtim administrativ. Nga verifikimet tona rezulton se këto raste janë proceduar nga Departamenti i Brendshëm për hetime në nivel lokal, mirëpo nuk janë trajtuar nga niveli lokal, për çka Inspektorati Policor është duke trajtuar këtë çështje me autorizim të prokurorisë themelore në Pej. Prokuroria e Pejës e ka konfirmuar po ashtu se kanë autorizuar Inspektoratin Policor të Kosovës t'i trajtojë edhe këto pretendime që lidhen me mos trajtimin e rasteve. Prokuroria pas zhvillimit të procedurës hetimore, vlerësimit të gjitha fakteve dhe provave, patjetër që do të vendos lidhur me epilogun e këtij rasti. Për shkak të fazës në të cilën gjendet rasti dhe ndjeshmërisë së procesit hetimor, nuk mund të ndajmë informacione të tjera për opinionin publik. Detajet të reja që zbulohen brenda kësaj dosje janë shqetësuese. Në këtë dosje zbulohen edhe arsyetimet e dhëna nga zyrtarët policor sepse nuk i kanë dërguar rastet në prokurori. Sipas dosjes, rastet e padorëzuara me kohë nga policia në prokurori pamundësuan hetimin dhe grumbullimin e provave dhe si rrjedhoj konsiderohen si të dështuara. Brenda kësaj dosje ka edhe komunikime në mes të zyrtarëve policor dhe eprorëve të tyre në polici. Në një rast, siç figuron në dosje, njëri nga zyrtarët policor kishte thënë se disa nga lëndët i janë ngatruar në dollapin e tij me sendet e tij personale dhe kjo ka qenë arsyeja pse dosjet e të dyshimëve që kanë kryer vepra penale nuk i kanë dërguar në prokurori. Sipas tij, arsyeja që këto raste kanë mbetur të hapura dhe të papërfunduara është se aty shkresat e lëndës i ishin ngatruar me fotografi, deftesa dhe sende personale të tij, të cilat nuk janë pjesë organizatës së policisë së Kosovës, të cilat kanë qenë në kasetën e tij. Dosja ka dhe komunikim tjetër për një pretendim mjaft serioz. Një zyrtar policor tregon se si disa dosje ishin marrë nga një zyrtar tjetër i policisë. Ne verbalisht jemi njoftuar nga zyrtari policor se derisa ishte në zyrë së bashku me zyrtaren policore në muajin shkurt 2024, aty ka ardhur zyrtari policor dhe shkresat e rasteve të cilat janë të shënuara në raport i ka marrë me vete. Emrat e policëve dhe eprorëve të përfshirë në këtë rast nuk do i publikojmë për shkak se ata tashmë janë duke u hetuar nga Inspektorati Policor i Kosovës nën autorizimet e prokurorisë në Pej. Zyrtarët nga drejtoria e policisë në Pej nuk kanë folur rreth këtyre raportimeve. Ata me datë 24 tetor 2025 kanë kthyer një përgjigje me shkrim, duke treguar se rasti është në trajtim me sipër nga Inspektorati Policor i Kosovës.